Bismillahirrahmanirrahim. Sot do të vazhdojmë me dersin e dytë të tekstit të Ibn Jazuzit, që jemi duke bërë në fushën e akides, dhe pasazhet që do lexojmë nga autori dhe komentet që do bëjmë është kryesisht i lidhur me temën e krijimit dhe providencës hyjnore. E faktit që Allahu xhalla xhelaluhu e ka krijuar botën dhe e ka atë nën kujdes dhe vepron në të. Nuk është një Zot i larguar, i distancuar dhe i pa, i cili nuk kujdeset me lidhje me krijimin. Dhe Ibn Jazuzi në lidhje me këtë çështje thot tek teksti i tij, thot bota el-alam, siç njihet në arabisht, e cila i referohet gjithçka tjetër përveç Allahut, nuk ka qenë gjithnjë në ekzistencë. Allahu është ai që e solli atë në ekzistencë me vullnetin e tij, pa pasur nevojë për të dhe pa ndonjë përsiadhje në krijimin e saj. I gjithë sundimi i përket atij, ai vepron në të si të dojë. Nuk i atribuohet Allahut padrejtësi në atë që ai krijon, as në atë që gjykon, ndalon apo jep. Nëse ai jep, kjo është nga mirësia e tij, pra nuk është se njeriu meriton, dhe nëse e ndalon, kjo është nga drejtësia e tij. Dhe në fund ai e mbyll duke thënë, ai nuk pyetet, ose më saktë ai nuk merret llogari për atë që bën. Dhe ky është pasazhi. Dhe ne tash ti kthehemi dhe ti marrim dalë nga dalë një nga një. Ai fillon duke thënë el alam, bota ose universi, të cilën ai përkufizon si gjithçka tjetër përveç Allahut, nuk ka qenë gjithnjë në ekzistencë, thot. Tash fjala alam, bot apo univers, shumë si cilit is alamin, dhe ne themi gjithmonë në surën Fatiha, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, lavdet i qofshin Allahut Zotit botrave. Fjala alam në arabisht është një emër që referohet gjithçka tjetër që ekziston përveç Allahut dhe përfshin të gjitha krijesat përveç Zotit. Dhe nga ana etimologjike, nga ana gjuhësore, fjala alam, shumë si cilës është alamin, rrjedh nga fjala alame, që do thotë shenjë, sepse në kuptimin e saj themelor, kjo fjalë referohet asaj përmes së cilës njihet diçka tjetër. Dhe kjo botë jona quhet alam në Kur'an, sepse krijimi dëshmon për krijuesin e tij. Përmes krijimit Allahu xhalla xhelaluhu ne ka bërë të njohim ekzistencën dhe krijimin e tij. Ashtu siç thot ai në Kur'an, a nuk meditojnë ata mbi mbretërinë e qiejve dhe të tokës. Pra në këtë konteksti, i gjithë krijimi i Zotit është alam, që vjen nga alame, është një shenjë, ajet për Allahun xhalla xhelaluhu. Dhe në konceptin islam, bota materiale, kjo dynja jona, universi jon, që e njohim dhe krijimin përgjithësi, nuk është asnjëherë përfundim në vetvete. Është gjithnjë një shenjë për diçka tjetër përtej saj. Dhe kjo diçka tjetër është Allahu xhalla xhelaluhu. Pra, gjithë krijimi është në të vërtetë një urë apo një shenjë, një ajet i cili tregon për diçka tjetër përtej krijimit, dhe ai është Allahu xhalla xhelaluhu. Në këtë lloj konteksti, nga këndvështrimi i teologjisë islame, mënyra se si besimtari musliman i qaset botës dhe krijimit është disi e ndryshme nga mënyra se si një shkencëtar shekullar apo laik i qaset botës. Materia, krijimi nuk janë thjesht funde në vetvete, po janë shenja, kështu i shef besimtari, për diçka tjetër përtej saj. Dhe kjo është qasja, le të themi, teologjike përmes cilës një besimtar i referohet apo i qaset dynjas, botës, universit në studimin e saj, në kuptimin e saj e gjitha me radhë. Dhe në këtë lloj konteksti, Ibn Jazuzi thot, bota el-alam, pra krijimi, gjithçka tjetër përveç Allahut, nuk ka qenë gjithnjë në ekzistencë. Dhe këtu ai referohet një këndvështrimi majoritar ose dominant islam, sipas cilit krijimi nuk është i përhershëm. Gjithçka tjetër përveç Allahut xhalla xhelaluhu është kontingjente, që do thotë ekzistenca apo mos ekzistenca e saj ka qenë e barazulefshme. Dhe është Allahu xhalla xhelaluhu që ka vendosur të japë asaj, ta sjellë krijimin më saktë në ekzistencë. Dhe në këtë konteksti, kozmologjia islame, mënyra si marrë dhe shohim botën, është që vetëm Allahu xhalla xhelaluhu është i përhershëm nga fillimi edhe në mbarim, dhe krijimi është i krijuar për Zotit dhe gjithçka tjetër përveç Allahut është kontingjente. Në këtë lloj konteksti, transmetohet një hadith shumë interesant, në cilën nga Imran ibn Husaini radhiyallahu anhu, në cilën thotë isha me profetin sallallahu alaihi wasallam kur erdhën disa njerëz nga fisi Benu Temim, dhe ai tha, pranojini përgëzimin o Benu Temim, bushran. Ata thanë, ne kemi pranuar përgëzimin,
Prandaj na jep diçka, ato kishin ardhur për të kërkuar diçka nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thot transmetuesi, hyn disa njerëz nga Jemeni dhe profeti sallallahu alaihi wasallam i tha, pranojini përgëzimin o banorët e Jemenit, me që Benu Temimi nuk e pranuan. Dhe ata thanë, ne kemi pranuar përgëzimin o i dërguari i Zotit, kemi ardhur tek ty që të fitojmë kuptim në fe dhe të pyesim për fillimin e kësaj çështje, për përfillimin e krijimit. Si ishte ajo në fillim? Kështu thot transmetimi i hadithit. Pra, banorët nga Jemeni kishin ardhur tek profeti sallallahu alaihi wasallam për të përftuar kuptim në fe dhe për ta pyetur për çështjen e fillimit, krijimit. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam i tha, Allahu ekzistonte dhe nuk kishte asgjë para tij. Dhe arshi i tij, froni i tij ishte mbi ujë. Ai krijoi qejt edhe tokën dhe shkroi gjithçka në librin e ruajtur, në dhikr, siç përmendet në hadith. Dhe më pas transmetuesi Imrani thotë që ai e kishte lidhur deven jashtë xhamisë dhe deveja iku, ai u mundua ta ndjek, nuk e kapi dot kohën e vet dhe kur u kthye profeti sallallahu alajhi wasallam e kishte mbaruar shpjegimin e tij dhe ai atij të kishte shpëtuar shpjegimi i mëtejshëm që profeti sallallahu alajhi wasallam dha. Megjithatë në këtë hadith ne shohim disa pika kyçe të këndimit teologjik islam. E para është që Allahu ekzistonte dhe nuk kishte asgjë para tij. Dhe as krijim nuk e shoqëronte atë. Dhe kjo është ajo që quhet gjuhët perëndimore krijimi ex nihilo, krijimi nga hiçi, që do të thotë që gjithçka tjetër përveç Allahu xhela xhelaluhu ka pasur një moment kriaqeni jo ekzistuese dhe Allahu e ka sjell në ekzistencë. Dhe ky është këndvështrimi islam kozmologjik në lidhje me këtë çështje. Pastaj thot arshi i tij ishte mbi ujë. Dhe arshi konsiderohet një krijesat e para të cilat Allahu xhela xhelaluhu e ka krijuar, ajo nuk është pjesë e qenies Allahut, është një nga krijesat më madhështore dhe më të larta, të cilat Allahu xhela xhelaluhu e ka krijuar dhe pastaj thot arshi i tij ishte mbi ujë dhe këtu i referohet, nëse mund ta quajmë kështu, një lloj uji primordial, i cili ka ekzistuar përpara krijimit të qiellit dhe tokës, edhe mënyra se si ai ekziston, mënyra se si ai qëndron në lidhje me kozmologjinë është diçka që del përtej kapacitetit tonë njerëzor për ta kuptuar. Dhe profeti sallallahu alajhi wasallam më pas thot, ai po pas krijoi qejtë dhe tokën dhe shkroi gjithçka në librin e ruajtur, Lahul Mahfuz, ose në dhikr. Domethënë që gjithçka që të ndodh nga fillimi i krijimit deri në fund ai e ruajti librin e ruajtur, pra në Lahul Mahfuz. Në këtë lloj konteksti, siç vazhdon të thotë edhe Ibn Jauzi, Allahu është ai që e solli krijimin e ekzistencë me vullnetin e tij, pra krijimi nuk ka ekzistuar gjithmonë me Allahun, nuk ka qenë i përhershëm, nëse disa rryma filozofike muslimane e kanë konsideruar krijimin të përhershëm dhe e kanë konceptuar atë si krijimin e Zotit, domethënë, jo si një krijim nga hiç, po si përdorim nga ana e Allahu xhela xhelaluhu të një materie primordiale, të cilët ai thjesht e merr dhe e rregullon dhe sistematizon dhe e sjell në formë të renditur si krijim. Dhe kjo lloj qasje, që kryesisht ishte influencuar nga filozofia aristoteliane dhe ishte përkrahur nga disa filozofë dhe shkolla filozofike muslimane, është refuzuar nga teologjia islame në pjesën ndërmuese të saj dhe në këndvështrimin islam, siç thotë edhe profeti sallallahu alajhi wasallam, Allahu ekzistonte dhe nuk kishte asgjë me të ose para tij. Dhe më pas ai krijoi arshin, ujin, qejt, tokën dhe gjithçka që ato përmbajnë dhe e shkruajti dhe regjistroi gjithçka në librin e ruajtur. Dhe siç thotë edhe Ibn Jauzi, këtë teksti që ne përmendëm, Allahu është ai që e solli atë në ekzistencë, krijimin me vullnetin e tij. Pra krijimi është fryti i vullnetit të Zotit, pa pasur nevojë për të, pika e parë, dhe pa ndonjë përsijatin e krijimin e tij. Tash përsijatin krijimin e tij në arabisht është tefekkur. Ne si qenie njerëzore, në momentin kur dëshirojmë që të krijojmë diçka, ne fillojmë dhe mendojmë rreth krijimit. Cila është forma më e mirë për ta bërë atë, cila është forma më e mirë për ta kryer, cilat janë mjetet më të mira për ta sjellë atë në ekzistencë dhe përgjithsisht përmes përsijatjes, meditimit dhe të menduarit në lidhje me të, dal nga dal arrijmë të kuptojmë ose të bëjmë atë që është më e mira. Mirë, po kjo është një sifat njerëzor, kjo nuk është një sifat që i përshtatet Allahu xhela xhelaluhu, sepse Allahu xhela xhelaluhu është el alim, i gjithdituri, dhe nuk ka nevojë që të arrijë gradualisht në kuptimin e se cila formë është më e mira për krijimin. Prandaj dhe thotë, ai ka krijuar pa pasur nevojë për krijimin dhe pa ndonjë përsijatje. Ajo forma më e mirë e krijimit, forma më e përsosur, forma më e lartë e krijimit, rrjedh në mënyrë të drejtë për drejtë
nuk është diçka që Allahu arrin gradualisht duke menduar dhe duke medituar rreth formës më të mirë për ta sjellë krijimin. Ky është kuptimi i pa ndonjë përsiate në krizë. Pastaj Ibn Jazuzi thot në tekstin e tij, nuk i atribuohet Allahut padrejtësi në atë që ai krijon, as në atë që gjykon, ndalon apo jep. Pra pasi përmend se Allahu xhelle xhelalu ka sjellë gjithçka në ekzistencë me vullnetin e tij, pa pasur nevojë për të dhe pa u munduar në krijim, pra pa u munduar në sensin pa menduar shumë se si ta sill në formën më të lartë, pastaj thotë edhe një cilësi tjetër, është që nuk i atribuohet Allahut xhelle xhelalu padrejtësi në atë që ai bën. Dhe fjala që ai përmend këtu është el-jawr, dhe fjala tjetër shumë e famshme në Kur'an dhe në hadithet profetike për padrejtësinë është fjala dhulm ose zullum, siç e njohim ne në shqip. Dhe në këndvështrimin islam, padrejtësia është vendosja e një gjëje jashtë vendit të saj të duhur, ndërkohë që urtësia është vendosja e gjërave në vendin e duhur. Dhe Allahu xhelle xhelalu ja ka mohuar padrejtësinë vetes tij në shumë ajete kuranore, ku ai thot për shembull, Allahu nuk dëshiron padrejtësi për botët, Allahu nuk është as pak i padrejtë ndaj robërve të tij. Në një ajet tjetër kuranor thot, Zoti yt nuk është as pak i padrejtë ndaj robërve. Dhe në ajete të shumta ai thot, vërtet Allahu nuk bën padrejtësi as sa pesha një grimce, vërtet Allahu nuk bën padrejtësi njerëzve as pak. Në shumë ajete kuranore ai ka mohuar vetes tij padrejtësinë në sensin që ai ka përshkruar veten si një Zot i drejtë. Dhe një nga emrat e Allahut xhelle xhelaluhu është el-adl, i drejti, që do të thotë se të gjitha veprat dhe gjykimet e tij janë të drejta, të sakta dhe të vërteta. Imam Kurtubiu rahimullah në librin e tij rreth emrave dhe cilësive të Zotit, gjatë shpjegimit të fjalës të emrit Zotit el-adl, i drejti thot, ndër emrat e tij të bukur është el-adl. Allahu thot Kur'an, fjala e Zotit tënd është përmbushur me të vërtetë dhe drejtësi. Meqense fjalët e tij janë drejtësi, vazhdon Kurtubiu, dhe çdo veprim buron nga fjala e Allahut dhe caktimi i tij, atëherë fjala e tij është e vërtetë dhe veprat e tij janë drejtësi, dhe drejtësia është e kundërta e shtypjes dhe padrejtësisë. Pastaj vazhdon dhe thot, Allahu i lavdëruar qoftë ai është drejtësia absolute. Fjala e tij është e vërtetë, veprat e tij janë të vërteta, gjykimi i tij është drejtësi. Ai ndalon dhe jep, zgjeron dhe ngushton, ul dhe ngrit, nderon dhe poshtron, përparon dhe vënon, dëmton dhe sjell dobi, të gjitha këto i bën me drejtësi edhe me urtësi. Edhe Imam Ibn Qayyim rahimullah në librin e tij El-Fawaid, i cili mos u dha bofsha është përkthyer edhe në shqip, ka një pasazh shumë bukur në lidhje me drejtsinë e Allahut xhelle xhelaluhu, dhe thot, Allahu i lartësuar është ai që i përmirëson të prishurit, pa ato që janë fasikun, u pranon pendimin e gjunahçarëve, i udhëzon të humburit, i shpëton të shkatëruarit, i mëson të paditurit, u ndriçon rrugën të hutuarve, i kujton të pavëmendshmit dhe i strahon të larguarit. Dhe kur ai sjell një dënim, vazhdon Ibn Qayyim, e sjell atë vetëm pas një rebelimi dhe kryenëqësie të madhe të robit ndaj Zotit. Si edhe pasi Allahu e ka thirrur robin të kthehet tek ai dhe të pranojë zotrimin dhe njohshmërinë e tij. Dhe kur Zoti humbret çdo shpresë që robi do t'i përgjigjet rububies dhe tauhidit të tij, pa rububies dhe njohshmërisë së Zotit, ai Allahu xhelle xhelaluhu e ndëshkon robin jo për të gjitha gjunafet e tij, por për një pjesë të mohimit dhe të kryenëqësisë të tij, se kjo vjen nga rahmeti i tij. Në mënyrë që robi ta fajsojë veten e vet dhe ta pranojë se Allahu i lartësuar nuk i ka bërë atij padrejtësi, por se ai vetë i ka bërë padrejtësi vetes tij. Ashtu siç ka thënë Allahu i lartësuar në Kur'an për banorët e xhehenemit, dhe ata i pranuan gjunahet e tyre, prandaj larg qoftë për banorët e zjarrit flakërus. Suratul Mulk ajeti 11. Po ashtu vazhdon Ibn Qayyim, për ata që u shkatruan në këtë botë, Allahu thotë se kur pan shenjat e tij dhe ndjen dënimin e tij, thanë mirë ne, vërtet ne kemi qenë zullumqar. Pra në këto ajete kuranore vetë zullumqarët, banorët e xhehenemit e pranojnë që ata kanë qenë zullumqar dhe që ata kanë qenë larg Allahut xhelle xhelaluhu. Dhe Ibn Jazuzi rahimullah në tekst thot, nëse ai jep, kjo është nga mirësia e tij, dhe nëse ndalon, kjo është nga drejtësia e tij. Pra çdo mirësi që Allahu xhelle xhelaluhu i bën krijimit, ajo nuk është merit dhe nuk është hak i krijesave, po është mirësi dhe dashuria e Allahut xhelle xhelaluhu që i jep atyre. Dhe nëse e ndalon apo i ndëshkon atë, kjo nuk është se Allahu xhelle xhelaluhu është i padrejtë, po kjo është fryt i drejtësisë së tij. Dhe pastaj ai thot, ai nuk pyetet për atë që bën. Edhe ajeti kuranor nga e cila është marrë ky pasazh ose kjo shprehje, thot ai nuk pyetet nga ajo që bën, po njerëzit pyeten
për atë që ata bëjnë. Dhe në këtë lloj konteksti, Allahu xhelaluhu nuk pyetet për atë që bën, sepse ai është zotruesi absolut i çdo gjëje. Dhe zotruesi, thon dietar musliman, absolut vepron me pronën e tij dhe me zotrimin e tij ashtu siç ai dëshiron. Gjithashtu në Islam Allahu xhelaluhu është El Hakim, siç e tham dersin që kaloi, i gjithë urti, i urti në mënyrë absolute. Dhe të gjitha veprat e tij zhvillohen mbi bazën e të qenurit Hakim, i urt. Dhe në këtë lloj konteksti, veprat që burojnë nga një i urt në mënyrë absolute nuk ka vend për llogari kërkim apo për vënje në dyshim. Ndërkohë që, siç thotë edhe ajeti kuranor, ata do të pyeten, pa krijimi do të patron, sepse atyre i mungojnë pikërisht këto dy cilësi. I mungon zotrimi absolut, ne nuk e zotrojmë, nuk kemi zotrues absolut të atë gjërave që i kemi nën hyqëm, si e thon, nën zotrim. Ata janë amanet që Allahu xhelaluhu na i ka dhënë dhe për këtë ai do të na marr në përgjegjësi apo në llogari për atë që mënyrën se si ne veprojmë me amanetin e tij. Dhe e dyta është se ne nuk jemi qenie relativisht të urta. Dhe jo çdo gjë që ne bëjmë është burim i urtësisë, ndonjëherë vjen nga nefsi, ndonjëherë vjen nga shejtani, ndonjëherë vjen nga liksia kështu me radhë, dhe për këtë arsye ne do të merremi në pyetje. Një aspekt tjetër është që ky ajet kuranor ku thuhet ai nuk pyetet për atë që bën, po ata do të pyeten, si i thon. Në fakt, përkthimi i saktë i tij duhet ishte ai nuk merret në llogari për atë që bën, sepse këtu nuk bëhet fjalë për pyetje normale, këtu bëhet fjalë që ta marrësh Zotin llogari për atë që bën dhe ti kërkosh atij llogari për atë që ai ka bërë. Kjo është më fjalë. Dhe përgjithsisht kur njerëzit i japin llogari ose dikujt i cili është mbi ta, e prorit, i cili qëndron mbi ta, ose japin llogari edhe atyre që mund të qëndrojnë nën to, por ti detyrohesh diçka atyre. Përgjithsisht ai i cili është vasal nuk i kërkon llogari atij që ka mbi krye, apo jo? Mirë, ndonjëherë ai i cili është e prori ka detyrime mbi ata që kanë nën hyqëm dhe për këtë arsye ata mund të kërkojnë atë llogari në lidhje me atë që ai detyrohet atyre. Dhe siç thonë dietarët muslimanë për komentet e Kuranit, Allahu xhelaluhu është Zoti absolut dhe nuk ka Zot tjetër mbi të, nuk ka e pror që qëndron mbi të, kështu që ai nuk imagjinohet që ai të jap llogari dikujt, sepse ai është Zoti absolut. Dhe po ashtu ai nuk i detyrohet krijesave asgjë. Gjithçka që vjen në ekzistencë vjen në mirës, dashnisë dhe të Allahu xhelaluhu, dhe nuk është detyrim që Zoti ka mbi krijesat. Dhe për këtë arsye është e paimagjinueshme teologjikisht që dikush t'i kërkojë Zotit llogari. Ajeti kuranor në cilën përmendëm, fjala pyetje, në fakt është pyetje llogari kërkuese. Kjo është ideja me fjalë. Prandaj dhe kjo maksim që Allahu xhelaluhu nuk merret llogari për atë që bën, po ne do të merremi llogari për atë që bëjmë, është jashtëzakonisht e rëndësishme, sepse e vendos njeriu në pozitën e tij të duhur metafizike. Domethënë njeriu duhet ta di cili është rendi i tij, duhet ta di cili është pozicioni i tij në këtë krijim që Allahu xhelaluhu e ka vendosur dhe duhet të ketë një edep, një etikë të duhur me Zotin. Duhet ta kuptoj që dija e tij është relative, njohuria e tij është relative dhe Allahu xhelaluhu është Zoti absolut i gjithçkaje dhe ai nuk i detyrohet krijesave asgjë në princip dhe mbi të nuk ekziston askush. Prandaj ai nuk i jep llogari askujt, por krijesat, duke qenë se burojnë për Allahu xhelaluhu, janë përgjegjëse përpara Zotit dhe Allahu xhelaluhu do t'i kërkojë atyre llogari. Në këtë moment kur njeriu e vendos veten e vet në vendin e duhur, pra nuk e tejkalon kompetencat e tij dhe as i nënvlerëson ato, atëherë ai e ruan etikën dhe edebin me Allahun xhelaluhu. Dhe kjo, sipas dietarëve musliman, e ruan fen edhe njeriu. Sepse si thotë Imam Razi rahimullah, pjesa dërmuese e devijimeve teologjike dhe fetare vijnë pikërisht nga fakti që njerëzit nuk e kuptojnë vendin e tyre dhe nuk e mbajnë vendin e tyre, po dalin përtej saj dhillash i Zotit sikur të jenë ata Zot mbi të. Dhe i kërkojnë atij llogari dhe nëse mendja e tyre nuk e kupton diçka apo nuk e koncepton diçka, atëherë ata refuzojnë atë. Apo gjejnë një devijim apo sjellin një teologji devijuese për të dhënë shpjegim asaj sipas mendjes tyre. Dhe Imam Razi rahimullah thotë që konteksti menjëhershëm i këtij ajeti, që Allah nuk merr llogari për atë që bën, vjen në kontekst të refuzimit që Allahu xhelaluhu i bën ekzistencës së zotave të tjerë. Dhe në tekstin kuranor Allahu xhelaluhu thotë, po të kishte në krijim zota përveç Zotit,
ata do të prisheshin, do të shkatroheshin, krijimi do të shkatrohej. Madhëruar qoftë Allahu, Zoti i Fronit, nga çfarë ata i cilësojnë atit. Dhe pastaj vjen ajeti, ai nuk merret llogari për atë që bën, ndërsa ata do të merren llogari për atë që bëjnë. Marri zota të tjerë në vend të tij, thot teksti kuranor, thuaj, sillni argumentin tuaj, kjo është kujtesë e atyre që janë me mua dhe kujtesë e atyre para meje, por se të shumt nuk dinë të vërtetën dhe janë të larguar. Po ta shohësh, ky ajet kuranor është në kontekst të refuzimit të Allahu xhelle xhelaluhu të zotave të tjerë përveç tij. Dhe thot, po të kishte zota të tjerë përveç Zotit, i gjithë krijimi do të prishej dhe do të shkatërrohej, se nuk do të kishte rend edhe nuk do të buronte krijimin në mënyrë koherente. Dhe Imam Razi rahimullah thot që shumica e devijimeve islame vjen pikërisht nga kjo, nga fakti që njeriu nuk e njeh vendin e tij dhe sillet ndaj Zotit sikur të jetë Zot dhe i kërkon atit llogari. Edhe ky Imam Razi rahimullah përcjell shembullin e zoroastrianëve, të cilët besonin tek një Zot i të mirës dhe një Zot i të keqes. Për faktin se ata meditonin mbi krijimin dhe shihnin që në krijim ekzistonte e liga, si dhe e mira, dhe i atribuonin Zotit të gjitha cilësitë e mira dhe gjithçka që vjen nga Zoti buron e mira dhe nuk e konceptonin dot se si mund të ekzistojë e keqja në këtë dynja dhe se si ajo mund të referohet një Zotit vetëm. Për këtë arsye, ato pyesnin, po të ishte rregulluesi i universit një dhe i vetëm, atëherë pse i dha jetë, shëndet dhe pasuri dikujt, ndërsa dikujt tjetër i dha vdekje, dhimbje dhe varfëri? Pra, në fund fare, ata ju drejtohenin krijuesit me këtë psen llogari kërkuese dhe në momentin kur mendja e tyre nuk e kuptonte, atëherë erdhën dhe sollën një teologji devijuese sipas cilës ekzistojnë dy zota, Zoti i të mirës dhe Zoti i të keqes. Çdo i keq që ekziston në krijim i referohet Zotit të keq, dhe çdo i mirë i referohet Zotit të mirë, dhe Zoti i të keqes dhe të mirës janë në luftë me njëri tjetrin përgjatë gjithë krijimit derisa të vijë momenti kur Zoti i të mirës do të jetë triumfant në fund të kohërave. Dhe në këtë lloj konteksti ata sollën një fe të re, një teologji devijuese vetëm nga fakti që medituan mbi krijimin dhe në momentin ku e vendosën veten në qendër të gjithçkaje dhe nëse vetja e tyre nuk e kuptonte diçka, atëherë ata i kërkonin llogari Zotit dhe vinin me shpjegime devijuese dhe me teologji të prishura në lidhje me realitetin e krijimit. Ndërkohë që forma më e mirë dhe forma më e duhur është njeriu të ketë një edep dhe etik me Zotin dhe të kuptojë që Zoti është mbreti absolut i qiellit dhe tokës, nuk e detyrohet askujt asgjë, dhe gjithçka që vjen, çdo e mirë vjen për mirësisë e tij, dhe çdo ndalesë vjen për drejtësisë e tij, dhe nuk ka e prorë mbi veten e vet dhe nuk i detyrohet askujt nën të asgjë. Për këtë arsye, piknisja është që Zoti është Zot absolut dhe nuk merr llogari për atë që bën. Tani, kjo nuk do të thotë që Zoti ndalon pyetjet apo hetimin rreth krijimit dhe thellimit tek veprat e Zotit. Një nga gabimet që zakonisht bëhet në ligjërimin ton fetar është që kur thuhet Zoti nuk pyetet për atë që bën, nuk kuptohet se ti nuk duhet hetosh rreth krijimit apo të thellohesh tek Zoti dhe të shtrosh asnjë lloj pyetje. Ndërkohë që meditimi mbi krijimin e Zotit, shtrimi i pyetjeve rreth krijimit të Zotit për të zbuluar urtësinë e krijimeve të Zotit, thellimi mbi shpalljen, thellimi mbi principet fetare janë nga gjërat më të rëndësishme fetare dhe janë të rekomanduara dhe të inkurajuara në fe. Prandaj dhe unë thash që përkthimi më i mirë do të ishte Zoti nuk merr llogari për atë që bën dhe jo nuk pyetet për atë që bën, sepse të pyeturit për atë që Zoti ka krijuar është pjesë e fesë, dhe është pjesë e thellimit në fe. Dhe hetimi rreth krijimit të Zotit, thellimi tek veprat e Zotit janë të domosdoshme për një iman të fortë, për një besim të fortë, edhe për një njohje të thellë të Allahut xhelle xhelalu. Ky ajet nuk ka ardhur që të ndalojë besimtarin nga të hetuarit rreth krijimit të Zotit. Ky ajet ka ardhur që t'i thotë besimtarit që piknisja e çdo gjëje është që do të kuptosh që Zoti është mbret absolut dhe nuk i kërkohet llogari Allahut xhelle xhelaluhu. Nëse ti e merr këtë, nëse ti e vendos këtë si maksimën kryesore përmes cilës ti ndërton etikën tënde ndaj Zotit, atëherë ti eviton shumë devijime teologjike, shumë fenomene të këqija në cilën njerëzit i referohen Zotit dhe e pyesin me pyetje llogari kërkuese, sikur ai të jetë vartës së tyre. Por kjo nuk do të thotë që mbi këtë piknisje ti ndërton dhe pyet dhe heton rreth krijimit të Zotit, rreth urtësisë, njohjes Allahut xhelle xhelaluhu. Dhe në momentin kur mendja jote nuk arrin të kuptoj plotësisht disa gjëra, pikërisht duke u bazuar mbi piknisjen, që në fund fare Zoti është mbreti absolut dhe ai bën atë që dëshiron, vendos t'i ruan veten nga devijimi dhe nuk del përtej
statusit tënd metafizik dhe kupton që je krijesë relative, e limituar në dije dhe e limituar në njohje. Prandaj edhe një nga dietarët musliman, Sheikh Yusuf al-Dijawi, Allahu e mëshiroft, kur e komenton këtë ajet ka një pasazh shumë bukur dhe ky pasazh në fakt sqaron shumë gjëra. Ai thotë, qëllimi i këtij ajeti është që të theksoj përsosmërinë e urtësisë së Allahut dhe të na mësoj etikën e adhurimit. Ky është qëllimi i ajetit. Që të dorëzohemi ndaj asaj që Allahu dëshiron dhe të mos e sfidojmë me arsyetimin tonë të mangët. Ai shton se urtësia kërkon që të merret parasysh gjendja e atij që pyet para se të jepet përgjigja. Sepse ndonjëherë përgjigja mund të jetë përtej kapacitetit të atij që formulon pyetjen, ose nëse ti jep përgjigje, kjo mund të sjellë më shumë dëm se sa dobi. Gjithashtu thotë, është e njohur se çdo veprim i njeriu është sipas dijes njerëzore, ndërsa Allahu vepron sipas dijes tij absolute, e cila nuk mund të përfshihet në mendjet njerëzore. Prandaj dhe veprat e Zotit janë përtej kapacitetit të kuptimit të plot njerëzor. Së fundi, vazhdon ai, ekzistenca është një zinxhir i ndërlidhur, pjesët e të cilit janë të ndërlidhura mes tyre në mënyrë që askush nuk mund ta përfshijë plotësisht dijen rreth ekzistencës përveç Allahut xhella xhelaluhu. Prandaj urtësia e veprimeve të Zotit dhe realiteti i plot i tyre nuk mund të kuptohen plotësisht nga njeriu. Prandaj thot ai, ky ajet synon të tregojë madhështinë e hyjnisë dhe gjerësinë e dijes hyjnore, e cila tejkalon kapacitetin e perceptimit njerëzor. Njeriu nuk mund të kuptojë vetëse atë që i përket botës së përvojës tij, ndërsa çështjet hyjnore, thot ai, mbeten përtej pafshit njerëzor. Ashtu siç nuk mund të njihet esenca e Allahut, ashtu nuk mund të njihet plotësisht as realiteti i veprimeve të tij. Prandaj thot ai, ky ajet na mëson që të ndalemi në kufit tanë dhe të mos kërkojmë atë që tejkalon kapacitetin ton të kuptimit njerëzor. Dhe e përfundon këtu atë tefsirin. Sa devijime, sa dyshime që njerëzit kanë për fen, sa pretendime arrogante ose pyetje llogari kërkuese që njerëzit bëjnë ndaj çështjeve hyjnore, do të evitoheshin nëse njeriu do të përftonte këtë lloj qasje etike me Zotin, ku ai do të kuptonte statusin e tij metafizik, kapacitetin e tij të limituar të përvojës dhe të dijes, dhe mbi bazën e saj do t'i qasej Zotit në mënyrë të përulur dhe të ndërgjegjshme për limitet njerëzore, dhe do të thelloj sa më shumë të ishte e mundur, sa më shumë që ja lejonin kapacitetet njerëzore në krijimin e Zotit, në njohjen e Zotit, dhe kur të arrinte maksimumin e njohjes tij, apo kur të arrinte maksimumin e kufive të dijes tij, do t'i qasej Allahu xhelle xhelalu duke thënë, Allahu është Zoti absolut, ai vepron mbi urtësi absolute dhe dije absolute, dhe ai e di më së miri se cila është e vërteta e kësaj, në vend që të vinte dhe ta akuzonte Zotin për padrejtësi, apo ta akuzonte atë për vepra që nuk i përkasin Allahu xhelle xhelalu dhe të sillte teologji devijuese për t'i dhënë shpjegim limiteve njerëzore dhe paftësisë njerëzore për të kuptuar disa çështje dhe dimensione të Allahut xhelle xhelalu. Dhe kjo është shumë e rëndësishme dhe më njëherë pas kësaj Ibn Jauzi thotë, Allahu nuk merret llogari për atë që bën, çdo ditë ai është i preokupuar me një çështje. Tashi, e pastaj thotë, ai është i panevojshëm për çdo gjë përveç vetes tij, ndërsa të gjithë robërit e tij janë nevojtar për të. Ai udhëzon këtë dojë dhe lën në humbje këtë dojë. Ky është teksti i Ibn Jauzit. Ai filloi me kozmologjinë. Allahu xhelle xhelalu ishte dhe krijimi nuk ekzistonte. Dhe ai e solli në ekzistencë pa pasur nevojë për të, pa i bërë padrejtësi krijesave dhe duke qenë Zot i drejtë. Nëse ai jep është për mirësinë e tij, nëse ndalon është për drejtësinë e tij. Pastaj thotë që Allahu xhelle xhelalu nuk merr në llogari për atë që bën, sepse ai është Zot absolut i qiellit dhe i tokës, mbreti absolut i qiellit dhe i tokës. Në këtë moment Ibn Jauzi thotë, çdo ditë ai është i preokupuar me një çështje dhe kjo në fakt është ajet kuranor. Ky është ajet kuranor dhe Allahu xhelle xhelalu sura Rahman thotë, çdo gjë që është në qiell, çdo gjë në tokë do të zhduket dhe do të mbetet vetëm fytyra e Zotit tënd. Pra ai thotë, çdo ditë Allahu është i preokupuar me një çështje dhe kjo është një ajet kuranor i marrë në surat Ar-Rahman, në cilën Allahu xhelle xhelalu thotë, çdo gjë që është në tokë do të zhduket dhe do të mbetet vetëm fytyra e Zotit tënd. Plot madhërim dhe nderim. Pra, cilat dhuntit Zotit tuaj po i mohoni? Pastaj thotë, atij i lutet gjithkush që ndodhet në qiell dhe në tokë, e në çdo kohë ai është i preokupuar me diçka, me një çështje. Pra thotë, cilës dhuntit Zotit tuaj po i mohoni? Dhe
Le të merremi këtu me që Ibn Azuzi thotë çdo ditë ai është i prekupuar me një çështje, pra është një Zot i cili nuk është i distancuar në krijimin, por është i përfshirë në krijimin, duke u marrë çdo ditë me një çështje, duke rregulluar krijimin dhe duke mirëmbajtur atë. Kjo është ajo që quhet providenca hyjnore në shqip, si themi kështu. Allahu xhelle xhelalu në surën Rahman që sapo përmenda thotë, atij i lutet gjithkush që gjendet në qej dhe në tokë. Dhe kuptimi i kësaj është se të gjitha krijesat që janë në qej dhe në tokë i drejtohen Allahu xhelle xhelalu për nevojat e tyre. Besimtarët i drejtohen Allahu xhelle xhelalu përmes asaj që në arabisht njihet si lisan el maqal, domethënë përmes lutjes verbale dhe të drejtë për drejtë. Domethënë ata janë të ndërgjegjshëm për Allahun xhelle xhelalu, janë të ndërgjegjshëm që janë nevojtar për Zotin dhe i drejtohen atij me lutje për nevojat e tyre. Ndërkohë që ata njerëz të cilët nuk janë besimtar apo që refuzojnë Zotin, ata janë të pavetëdijshëm për ekzistencën e Allahut xhelle xhelalu, e megjithatë edhe ata i luten Zotit për nevojat e tyre përmes asaj që në arabisht quhet lisanul hal, që do thotë përmes vetë të ekzistuarit tyre. Për nga vetë fakti që ato ekzistojnë, ata janë nevojtar, se ekzistenca e tyre është kontingjente, është diçka që nuk është e domosdoshme. Dhe në mënyrë që të mbahet në ekzistencë kanë nevojë për Allahun xhelle xhelalu në çdo moment. Dhe pavarësisht se ata nuk e njohin Zotin në mënyrë të ndërgjegjshme, ekzistenca e tyre është e lidhur me Allahun xhelle xhelalu dhe kanë nevojë për Zotin në mënyrë që të ekzistojë. Dhe quhet lisanul hal në arabisht. Dhe siç shprehet Imam Alusi në komentin e tij të Kuranit, të gjithë thotë ai pa përjashtim kërkojnë prej Allahut gjithçka që u nevojitet për qenien dhe vazhdimsinë e ekzistencës tyre, si dhe në të gjitha gjendjet e tyre. Ky është një kërkim i vazhdueshëm, thotë ai, qoftë përmes lutjes së drejtë për drejtë, ose përmes vetë ekzistencës krijesave. Kjo sepse të gjitha krijesat, për nga realiteti i tyre si qenie të mundshme, nuk kanë në vetvete asnjë të drejtë apo merit për ekzistencë dhe për sosmëritë që burojnë prej saj. Aq sa, vazhdon ai, sikur të ndërpritet lidhja mes tyre dhe kujdesit dhe providencës hyjnore, ato nuk do ta nuhasnin fare aromën e ekzistencës. Prandaj në çdo çast ato janë nevojtar ndaj Allahut xhelle xhelalu. Dhe në surën Rahman kur Allahu thot atij i lutet gjithkush që ndodhet në qej dhe në tokë, dhe ajeti vazhdon, e në çdo kohë ai është i preokupuar me diçka. Allahu xhelle xhelalu është i preokupuar me një çështje. Domethënia e kësaj është se Allahu xhelle xhelalu vepron në mbretërinë e tij me veprime që shfaqen çdo ditë. Është transmetuar se profeti sallallahu alaihi wasallam e lexoi këtë ajet dhe u pyet nga ata që kishte rreth tij, ato i thanë, cila është kjo çështje, ja Rasulullah? Ai tha, për çështjeve të tij që Allahu xhelle xhelalu preokupohet në krijimin e tij, është që të falë një gjuna, të largojë një breng, të ngrejë disa njerëz dhe të ulë të tjerë. Pra, në këndvështrimin islam, Allahu xhelle xhelalu në çdo kohë është i përfshirë me çështjet e krijimit, duke shëruar të sëmurin, duke larguar brengën atij që është në vështirësi, duke i përgjigjur lutësit, i jep njerëzve atë që ata kërkojnë, ja fal gjunahet dhe kryen veprime të panumërta në mesin e krijesave të tij. Dhe Allahu xhelle xhelalu thot në ajet kuranor, sura Fatir, ajeti 15, o njerëz, ju jeni nevojtar për Allahun, ndërsa Allahu është vetëm mjaftueshëm i denjë për çdo lavd. Dhe një ajet tjetër kuranor, sura Rahman, ajeti 29, që ne sapo e përmendëm, thot atë e kërkon çdo kush që është në qej dhe në tokë. Domethënë gjitha krijesat, ëngjëjt, njerëzit, xhindët janë nevojtar për Allahun xhelle xhelaluhu dhe janë të paaft të arrijnë atë që u nevojitet vetëm se përmes Zotit. Vetëm ai, Allahu xhelle xhelaluhu, është i panevojshëm për çdo gjë përveç vetes tij, ndërsa çdo gjë tjetër përveç tij është në nevojë për Allahun xhelle xhelaluhu. Kur robi sheh dhe kupton pasurinë absolute të Zotit, nevojtarinë e të gjitha krijesave para tij dhe nevojën e tyre të madhe për çdo gjë, për Allahun xhelle xhelaluhu nga çdo drejtim, si dhe faktin se Allahu xhelle xhelaluhu nuk bën pata ai nuk bën pata as sa hapën mbyll syt, atëherë robi bëhet i varfër para Zotit të tij në përshkrim ashtu edhe në domosdoshmëri. Kështu që njerëzit janë nevojtarë përpara Allahut xhelle xhelaluhu dhe profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith kutsi transmetohet nga Imam Muslimi, Allahu thot: "O robërit e mi, të gjithë ju jeni të uritur përveç atij që unë e ushqej. Prandaj kërkoni furnizimin prej meje, e unë do t'ju ushqej. O robërit e mi, të gjithë ju jeni të zhveshur përveç atij që unë e vesh, prandaj kërkoni veshje prej meje dhe unë do t'ju vesh." Prandaj robi duhet ta di se është në nevojë më të madhe për Allahun xhelle xhelaluhu dhe duhet ta ndjejë se është robi i Allahut dhe nevojtar
për ta. Dhe ky aspekt, pra aspekti që Allahu xhelle xhelalu në çdo kohë është i preokupuar me çështjet e krijimit, është një nga shtyllat kryesore të akides islame dhe është një nga shtyllat kryesore të konceptimit islam lidhje me Zotin. Pra Allahu xhelle xhelalu është jo vetëm krijuesi i qiellit dhe i tokës, është jo vetëm mbreti absolut i qiellit dhe i tokës, por ai është i preokupuar me krijimin e tij. Nuk është krijuesi i cili e sjell krijimin në ekzistencë dhe pastaj nuk preokupohet për të dhe lë krijimin të funksionojë sipas disa rregullave të brendshme që ai ka vendosur që në fillim të krijimit. Dhe nuk përfshihet në çështjen e krijimit. Pra Allahu xhelle xhelaluhu, një nga parimet kryesore të akides, për cilën edhe Imam Ibn Azuzi e ka vendosur si parim në tekstin që ne po marrim konsiderat, është që Allahu xhelle xhelaluhu përveç të qenit krijuesi i qiellit dhe i tokës është po ashtu edhe një Zot i cili ka providencë. Zoti në Islam është i përfshirë dhe përkujdeset për krijimin e tij. Dhe pa përkujdesin e Zotit, asgjë nuk do ekzistonte, as sa hapen mbyll syt. Prandaj në këtë lloj konteksti Islami e refuzon atë që në filozofinë perëndimore njihet si deizëm. Dhe deizmi me fjalë është kjo ideja sipas cilës Zoti e krijoi botën dhe e pajisi atë me fuqi vetë mjaftuese dhe vepruese dhe pastaj i braktisi ato, duke i lënë ato që të funksionojnë përmes shkaqeve dytësore. Dhe shkakësia e Zotit është e kufizuar vetëm në krijimin e universit në fillimin e tij. Allahu xhelle xhelaluhu aty vendosi gjitha ligjet e natyrës dhe i lejoi universit të veprojë si një orë dore, le të themi kështu, duke fituar kështu titullin krijuesi i madh. Por ama ai u shkëput nga punët e përditshme të krijimit deri në atë mas, saqë ai kurrë nuk ka nevojë të shqetësohet se a duhet të ndërhyjë apo jo përsëri në univers, duke qenë kështu një Zot i largët dhe fetarisht i padisponueshëm. Dhe pikërisht ky këndvështrim që përmend Ibn Azuzi, që Allahu xhelle xhelaluhu është i preokupuar çdo ditë me diçka, do thotë që Allahu xhelle xhelaluhu në këndvështrimin islam nuk është një Zot i largët dhe nuk është një Zot i padisponueshëm, por është një Zot i cili ka providencë, përkujdeset për krijesat dhe është një Zot i afërt. Prandaj edhe në emrat e secit Allahu xhelle xhelaluhu nuk ekziston asnjë emër që në cilën Allahu xhelle xhelaluhu përshkruhet si al-Ba'id, i largëti. Por përkundrazi ai përshkruhet si një Zot i cili është i afërt dhe është i aksesueshëm ndaj krijesave të tij dhe ato përmes providencës hyjnore dhe përmes adhurimit që krijesat i bëjnë Allahu xhelle xhelaluhu. Dhe këtë vështrim deizmi përfundimisht është refuzuar sepse ai e pranon ekzistencën e një krijuesi, por në njëjtën kohë mohon nevojën për shpallje hyjnore, për profeci dhe ndërhyrjet Allahu xhelle xhelaluhu në jetët njerëzore. Dhe një nga kritikat që muslimanët kanë paraqitur ndaj deizmit është se Zoti është pafundësisht i urtë, i dijshëm dhe vepron me qëllim. Kjo pranohet nga deistët. Nëse kjo pranohet, do të ishte e paarsyeshme të mendohej se Allahu xhelle xhelaluhu ka krijuar njeriu me intelekt, përgjegjësi morale, nevoja ekzistenciale dhe e ka lënë atë pa udhëzim në lidhje me të vërtetë përfundimtare, moralin dhe shpërtimin përfundimtar. Dhe arsyeja njerëzore e vetme është e kufizuar subjektive dhe historikisht e paqëndrueshme për të kuptuar të vërtetat përfundimtare. Prandaj ekzistenca e shpalljes paraqitet në këndvështrimin islam jo si diçka irracionale, por si diçka që filozofikisht pritet. Është e pritshme nga një krijues i urtë dhe i mëshirshëm. Dhe preciziteti dhe kuptueshmëria e universit nuk tregojnë thjesht për një krijues të largët, por për një Zot të qëllimshëm dhe që vazhdimisht është mbikëqyrës në krijim dhe urtësia e cilit natyrshëm do të përfshinte komunikimin me njerëzimin përmes profetëve dhe shpalljes. Dhe dietarët muslimanë kanë thënë që njeriu posedon një prirje të lindur drejt transcendencës. Dhe kjo njihet edhe në studimet psikologjike, antropologjike, sociologjike, historike dhe ka një prirje të lindur të njeriu drejt transcendencës, adhurimit, kërkimit të një drejtësie përfundimtare dhe një kuptimi përfundimtar. Dhe këto janë realitete që edhe deistët vetë nuk arrin t'i përmbushin plotësisht, sepse ato e kanë reduktuar fenë në një besim abstrakt tek një krijues i largët pa një marrëdhënie të gjallë ndërmjet Zotit dhe njerëzimit. Dhe këtë vështrim, profecia, shpallja nuk janë shtesa arbitrare në fe, por janë pasoja të domosdoshme të urtësisë, drejtësisë dhe mëshirës hyjnore. Një Zot që krijon qenie racionale dhe morale në këndvështrimin islam, por që kurrë nuk komunikon me to, nuk i udhëzon dhe nuk u jep orientim, do të binde kundërshtim me vetë atributet e urtësisë, qëllimshmërisë që i atribuohen Allahut xhelle xhelalu. Dhe një nga problemet është se deizmi si koncept filozofik
mund të jetë i kritikueshëm, i refuzueshëm dhe në këtë vështrimin islam refuzohet dhe kritikohet siç e përmenda shkurtimisht, por mund të jetë një filozofi e cila rrallë herë njihet nga njerëzit në mënyrë të vetëdijshme. Por fakti është që shumica e njerëzve, veçanërisht në shoqërinë tonë shqiptare, janë deist edhe pa e kuptuar deizmin. Domethënë, ndonse nëpër censuset që bëhen, shumica e shqiptarëve deklarohen besimtarë në Zot, ku i thuhet a beson Zot, ato thon po, besoj se ka një Zot që e ka krijuar. Në praktik, ata jetojnë jetën e tyre të përditshme sikur Zoti të mos ekzistonte. Sikur të ishte një Zot që e ka nisur krijimin në fillim dhe pastaj e ka lënë atë të eci me rrugët e veta, pa ndërhyrë dhe pa përkujdesje. Prandaj edhe ka një dallim të madh ndërmjet atyre që pohojnë se Zoti ekziston në proceset që bëhen në Shqipëri her pas here dhe atyre që praktikojnë fe. Numri atyre që besojnë në Zot është jashtëzakonisht i lartë. Mos u gabofsha diku 80-90%. Numri atyre që praktikojnë është shumë i ulët. Dhe kjo tregon që njerëzit janë praktikisht deist, ndosë nuk e njohin deizmin në konceptimin filozofik. Dhe po ashtu edhe ata që janë musliman, pra edhe ne që jemi besimtar praktikus, shpeshherë sfida jonë më e madhe është që ne ndosë e pranojmë Allahun xhelel xhelalu dhe ndosë e adhurojmë atë praktikisht, dhe ndosë e konceptojmë atë si ndërhyrës dhe përkujdesës në krijim dhe në vetet tona dhe në jetët tona, përgjithsisht kur na bie imani ose kur e kemi imanin të ulët, jetojmë jetën tonë si besimtar në një mënyrë të tillë që prania e përhershme e Zotit, përkujdesi i përhershëm i Tij dhe providenca e plotë e Tij nuk është e pranishme tek ne. Dhe jetojmë deri diku në mënyrë relative sikur Zoti mos ekzistonte ose sikur ai mos ishte i pranishëm dhe afër nesh. Prandaj edhe kur njerëzit tentojnë që të rivitalizojnë imanin e tyre, besimin e tyre, ata thellohen në leximin e Kuranit, haditheve profetike, veprave islame, adhurimit dhe Zoti bëhet i gjallë tek ta, në kuptimin i pranishëm tek ta dhe i afërt. Dhe sa më i afërt dhe i gjallë që të bëhet, sa më i përshkrueshëm të jetë ai me konceptin e Zotit providencial, aq më e thellë bëhet dhe imani, aq më i thellë bëhet dhe adhurimi dhe aq më e lartë bëhet edhe jeta fetare. Dhe në fund fare, Ibn Jauzi rahimullah e mbyll atë pasazhin që ne kemi në jetë që të lexojmë sot, duke thënë ai udhëzon këtë doj dhe lën në humbje këtë doj. Pra, ne e nisëm nga Allahu xhelel xhelaluhu si ekzistues i vetëm përpara gjithë krijesave, pastaj i sjell krijesat në ekzistencë, pastaj preokupohet për krijimin e Tij dhe është i pranishëm dhe një Zot i afërt, jo një Zot i largët dhe i padisponueshëm, tamam? Dhe është një Zot i mëshirshëm dhe i drejtë, dhe pastaj një princip tjetër islam për të shpjeguar natyrën se si Islami e koncepton Zotin është që ai është udhëzues, El Hadi. Dhe El Hadi është një nga emrat e Allahut xhelel xhelaluhu. Dhe ai udhëzon këtë doj dhe lën në humbje këtë doj. Dhe ky është një element që ka nevojë që të zbërthehet deri diku, sepse rreth këtij parimi ka disa keq kuptime, të cilat i sjellin shumë njerëz që të mos e kuptojnë këtë çështje në mënyrë të duhur apo të mbijnë tek ta disa dyshime fetare që shpeshherë i sjell disa njerëz edhe drejt braktisjes së fesë. Kur vjen puna tek udhëzimi hyjnor ka disa nivele. Niveli i parë është udhëzimi i përgjithshëm, që është i përbashkët për të gjitha krijesat. Allahu xhelel xhelaluhu thotë në Kur'an, ai që i dha çdo gjëje krijimin e saj dhe pastaj e udhëzoi. Që të thotë që Allahu xhelel xhelaluhu i ka krijuar një krijesat me disa dhunti njohëse specifike, e ka krijuar krijimin në atë formë që të jetë i kuptueshëm, tamam? Dhe i ka sqaruar njerëzve të mirën edhe të keqen dhe i ka bërë ata përgjegjës që të zgjedhin udhëzimin dhe të mirën dhe të largohen të keqes. Në këtë lloj udhëzimi, Allahu xhelel xhelaluhu ja ka bërë atë të pranishëm për çdo, për besimtarët edhe për jo besimtarët. Të gjithë njerëzit dhe madje të gjithë krijesat janë pjesëmarrëse në këtë udhëzim. Principi që po flasim që Allahu udhëzon këtë doj dhe lën humbje këtë doj nuk i referohet këtij lloji udhëzimi. Ky lloj udhëzimi është disponueshëm për të gjithë njerëzit dhe Allahu e ka bërë atë disponueshëm për çdo krijesë. Ky princip i referohet formës së dytë të udhëzimit, që është ajo që quhet udhëzimi i sqarimit, ose më saktë forma e dytë e udhëzimit, është udhëzimi i sqarimit dhe i tregimit të çdo të mire, si dhe paralajmërimi në çdo e keqe. Allahu xhelel xhelaluhu thonë në Kur'an, ne ja treguam njeriu të dyja rrugët. Domethënë ja bëm të qarta të dyja rrugët, rrugën e të mirës dhe rrugën e të keqes, dhe ky është udhëzim të cilin Allahu ka bërë detyrim mbi veten e Tij, si mëshirë për robërit e Tij, duke i sjellë njerëzve profet, libra
shpallje dhe duke ja bërë të mundur atyre njohjen e të mirës dhe të keqes. Dhe thotë vërtet mbi ne është udhëzimi, domethënë ka bërë obligim vetes vetë që t'i udhëzojë njerëzve, përveç udhëzimit të përgjithshëm, që është i disponueshëm për çdo njeri, është edhe udhëzimi i sqarimit të çdo të mirë dhe largimit nga çdo e keqe që Allahu ja sjell përmes profetëve dhe me lajkeve. Dhe forma tretë e udhëzimit është një formë më specifike e udhëzimit dhe është ai që quhet udhëzimi i taufikut dhe ilhamit hyjnor. Arabisht i referohet suksesit. Ajo që në gjuhën e krishterë njihet si hiri hyjnor. Dhe shpeshherë në shumë qarqe kulturore shqiptare, po sidomos në shumë qarqe të krishtera, ekziston një lloj bindje që Islami nuk e njeh konceptin e hirit hyjnor. Ndërkohë që në Islam koncepti i hirit hyjnor është jashtëzakonisht qendror dhe ne tani po flasim saktësisht për mënyrën se si muslimanët konceptojnë udhëzimin hyjnor si taufik min Allah, si një lloj suksesi dhe përkrahje hyjnore nga Zoti dhe ilham min Allah, frymëzim hyjnor. Ky lloj udhëzimi, nëse Allahu xhalla xhelalu nuk do ta kishte dhënë neve taufikun apo fadlin, siç njihet në arabisht, hirin e tij pra, dhe frymëzimin hyjnor, ne nuk do të ishim udhëzuar në fe. Prandaj dhe muslimanët thonë udhëzimi është në dorë të Zotit. Dhe Allahu udhëzon këtë dojë dhe lë në humbje këtë dojë, i referohet saktësisht kësaj forme udhëzimi, që të thotë që kur njerëzit futen në fe dhe udhëzohen në fe, ajo është dhuratë për Allahut xhelle xhelaluhu, është taufik min Allah, sukses dhe përkrahje hyjnore, është ilham min Allah, është frymëzim hyjnor. Dhe kur Allahu lë në humbje këtë dojë, do thotë që ai braktis robërit e tij, domethënë, dhe i lë robërit tek vetvetja e tyre. Ibn Qayyim el-Jauziyja në librin El-Fawaid ka një pasazh jashtëzakonisht interesant, jashtëzakonisht rëndësishëm për ne. Ai thotë, dietarët njohës, arifun, njerëzit që kanë shquarësi fetare, që kanë spiritualitet të lartë, janë pajtuar unanimisht se çdo e mirë buron nga dhënia e suksesit nga Allahu ndaj robit, pra nga taufik, nga hyjnor. Dhe çdo e keqe buron nga braktisja e tij. Po ashtu, thot Ibn Qayyim, të gjithë dietarët arifin janë pajtuar se taufiku, që të thotë marrësh taufik nga Zoti, të marrësh hir hyjnor, të marrësh sukses dhe përkrahje. Kjo nuk kupton që Allahu të mos të lërë në dorë të vetes tate. Nësa braktisja që Allahu lë në humbje këndo që dëshiron, nuk kupton që ai të lërë në dorë të vetes tate. Allahu, thot Ibn Qayyim, i lartësuar qoftë, është gjykatësi më i urtë dhe më i dijshëm ndër të diturit. Ai e vendos taufikun në vendet e tij të përshtatshme, që vetëm ai i di. Udhëzimi është dhuratë e Allahut për ne, është taufik min Allah, që ai ka vendosur në vendin e tij të përshtatshëm, që ai e di më së miri, dhe braktisja, lënia e disa njerëzve në humbje, është po ashtu vendosja e dalaletit në vendet e tij të përshtatshme, dhe ai, thot Ibn Qayyim, është i gjithdijshmi dhe i urti. Pra ai e mbyll me këto dy cilësi të Zotit, që është i gjithdijshëm edhe i urtë. Po ky citim nga Ibn Qayyim, një gjë që më bëri mua përshtypje dhe që është shumë e rëndësishme për ne, është që ai thotë, taufiku nga Allahu, hiri hyjnor, në kupton që Allahu të mos të lërë në dorë të vetes tate, po të sjell prej tij mirësi, sukses dhe përkrahje dhe ilham të hap zemrën ndaj besimit. Ndërkohë që braktisja thotë është që Allahu të lërë në dorë të vetes tate. Po ta shohësh, kjo është diametralisht e kundërt me shumë për mënyrave se si psikologjia e suksesit, këto diskurset fetare për fuqizimin e personalitetit njerëzor, apo rryma të ndryshme psikologjike që dominojnë mënyrën se si njerëzit sot mendojnë rreth vetes, ato janë thellësisht ngritura mbi parimin që gjithçka që ka vlerë është vetja jote, që mbështetja tek vetja jote është suksesi i gjithçkaje, që të mos varesh nga askush është kulmi i arritjes personale, ti je Zoti i vetes tate, ti e bën veten tënde dhe ti duhet të kesh një projekt për veten tate që është projekti i suksesit, dhe të ku mbështetur tek vetja jote dhe tek gjitha energjitë tuaja personale, ti do arrisësh suksesin përfundimtar. Dhe kjo psikologjia e suksesit përthyet jo vetëm në sferën laike, po ka marrë hovë edhe në sferën fetare, qoftë islam apo të krishterë, dhe është pjesë dominante e mënyrës se si njerëzit e kuptojnë. Ndërkohë që Ibn Qayyim el-Jauziyja dhe dietarët klasik musliman kanë qenë mendimit që udhëzimi hyjnor, i cili përbëhet nga suksesi, taufiku dhe fadli i Allahut, mirësia e Allahut, është që Allahu kurrë mos të lërë ty në dorë të vetes tate. Ndërkohë që braktisja, dalaleti dhe humbja e njeriu nga udhëzimi
nënkupton e i referohet faktit që Allahu të ka lënë ty në dorë të vetes tënde. Dhe ky parim dhe ky princip është jashtëzakonisht i rëndësishëm për të kuptuar mënyrën se si konceptohej përsosmëria njerëzore, arritja e gradave të larta shpirtërore, jo si merite punëve tuaja personale apo të mbështetur vetëm tek vetja jote, po si mbështetje tek Allahu xhelle xhelaluhu dhe hapje të zemrës ndaj hirit hyjnor, ndaj taufikut të Allahut xhelle xhelaluhu. Dhe principi që thot Allahu uzon këtë dojë dhe lën humbi këtë dojë referohet pikërisht këtij lloji udhëzimi, i cili është prej Allahut xhelle xhelaluhu. Dhe muslimanët e njohin hirin hyjnor ashtu siç e njohin edhe krishterimi, normalisht me disa diferenca të vogla, po është po e njëjta gjë. Në Islam, të gjithë njerëzit konsiderohen se janë absolutisht të varur plotësisht nga hiri shpëtues i Allahut xhelle xhelaluhu për shpëtimin e tyre përfundimtar. Se njerëzit janë të paaft të kthehen me forcat e veta tek Zoti për të arritur shpëtimin me aftësitë e tyre. Këtë vështrimin Islam, shpëtimi ndodh vetëm përmes taufikut të Allahut dhe fadlit të Allahut, do të thënë vetëm përmes hirit të Allahut xhelle xhelaluhu. Muslimanët ngjashëm deri diku, mund të them me katolikët, janë po ashtu të mendimit që njerëzit bashkëpunojnë në thonjza në përgatitjen dhe pranimin e udhëzimit hyjnor. Pra ka një lloj animi zemra para se ajo të marrë taufikun e Allahut dhe të udhëzohet në fe. Do të thënë njerëzit shfaqin një prije paraprake drejt në besimin në fe dhe të vërtetës hyjnore, duke bërë veten e tyre në këtë mënyrë të hapur ndaj veprimit shpëtues hyjnor. Ndosë duhet thënë me fjalë se për disa shkolla teologjike islame, edhe kjo prirje paraprake, edhe kjo prirje e zemrës paraprake ndaj Allahut është po ashtu dhuratë prej Zotit. Është po ashtu taufik prej Allahut xhelle xhelaluhu, dhe shkolla tjetër ka thënë që njeriu normalisht ka aftësinë e lindur dhe zana fillore për ta njohur Allahun deri diku, për të qenë i hapur ndaj trascendencës dhe të vërtetave hyjnore. Duke mos pas një doktrinë të mëkatit fillestar, Islami është më i hapur drejt këtij lloji konceptimi se sa krishterimi, le të themi kështu përgjithsisht. Por ajo që është e rëndësishme është që udhëzimi në fe, pra jo udhëzimi i përgjithshëm i Zotit, jo sjellja e profetëve dhe sjellja e shpalljes, po akti që njeriu nga jo besimtar bëhet besimtar dhe hyn në rrugën e besimit, është dhuratë për Allahu xhelle xhelaluhu, është në dorë të Zotit dhe është rezultat i mirësisë, suksesit dhe përkrahjes njerëzore. Dhe në këtë akt të zgjedhje ka një mister që mendja njerëzore nuk arrok dot plotësisht. Dhe këtu i kthehemi atij principit që thamë në fillim të dersit, që Zoti nuk merret llogari për atë që bën, sepse ne shohim jetën tonë përditshme që disa njerëz që kur nuk mendojnë se do ishte besimtar, bëhen besimtar. Disa njerëz që mendojmë se mënyra se si ata janë, ekzistojnë, sillen është jashtëzakonisht afër fesë, ata jetojnë gjithë jetën e tyre pa u bërë asnjëherë besimtar. Allahu xhelle xhelaluhu e hedh hirin e tij aty ku ai dëshiron dhe e lën dalalet ashtu si ai dëshiron, bazuar mbi gjithë dijen e tij dhe mbi urtësinë e tij. Dhe neve nuk mund ta kuptojmë dhe ta rrokim dot atë plotësisht. Dhe kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme. Dhe në këtë lloj konteksti, udhëzimi është jo vetëm dhuratë prej Allahut, por nuk është fryt i punëve tona dhe nuk është merite jona. Pra Allahu na e ka dhënë sepse ai na ka përzgjedh. Dhe kjo, pra fakti që është dhuratë për Allahu dhe përzgjedhje për Allahut është një nga shtyllat kryesore të mënyrës se si besimtarët e konceptojnë udhëzimin e Allahut xhelle xhelaluhu. Dhe udhëzimi i Allah në fe nga Allahu xhelle xhelaluhu dhe përzgjedhja e Zotit bëhen të mundura më saktë vetëm fal taufikut dhe fadlit të Allahut xhelle xhelaluhu. Dhe për ta mbyllur me fjalë, në këtë lloj konteksti, një nga muslimanët e hershëm mistik Ahmed as-Samaani, në një nga interpretimet, një nga librat e tij rreth emrave dhe cilësive të Allahut xhelle xhelaluhu, e përshkruan këtë aspekt të lloj misterit për zgjedhjes hyjnore dhe të dhuratës hyjnore me besimin në mënyrë jashtëzakonisht bukur. Thotë, jam unë Zoti, ai që e bëj trëndafilin e bukur të udhëzimit, të rritet në kopshin e zemrës sate me ndihmën e ujit të kthjellët të bujarisë sime. Jam unë ai që e bëj fladin e pastërtisë dhe të pastrimit të fryj në livadhin e krahërorit tënd. Jam unë ai që ta bëj rrugën e gjatë, të thjeshtë dhe të lehtë. Jam unë ai që të ledhatova ty nga amshimin e pafillimt, para vrullit dhe vrapimit veprave. Domethënë jam unë ai që të ka përzgjedhur ty para se ti të krijohesh dhe të bëje ndonjë vepër. Jam unë ai që u kujdesa për çështjen tënde pa ty, që s'ishe akoma në ekzistencë. Jam unë ai që ta çlirova zemrën ose ta lirova zemrën nga të dyja botët për hirin tim. Dhe pastaj përmend ajeti kuranor
sikur Allahut mos na kishte udhëzuar, ne kurrë nuk do të ishim udhëzuar. Dhe pastaj, për ta sjellë akoma më në pa faktin që udhëzimi është dhuratë dhe përzgjedhje nga Zoti, urtësinë e cilës ose arsyeën e cilës ne nuk mund ta kuptojmë asnjëherë plotësisht, ai thotë, pavarësisht ndërmjetësimit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, unë nuk ja dhash atij Abu Talibin. Për Abu Talibi vdiq, jo besimtar. Pavarësisht ndërmjetësimit të Nuhut, nuk ja dhash Nuhut djalin e tij. Ibrahimi kërkoi udhëzimin për baban e tij dhe unë nuk ja dhash udhëzimin. Ndërkohë që ty, o rob, të kam dhënë udhëzim pa ndërmjetësim. Çfarë bëre ti e çfarë bën ata? Qa ke ti më të mirë se Abu Talibi, qa ke ti më të mirë se çuni i Nuhut, qa ke ti më të mirë se babai Ibrahimit? Allahu ka përzgjedhur ty dhe ai e di më së miri dhe duhet të jesh i ndërgjegjshëm domethënë gjithnjë se kjo është i përzgjedhje që nuk është fryt i meritës tënde. Dhe thot, për Zotin, vazhdon citimi, a mund të korrë ndokush ndonjë fryt prej Zotit pa Zotin? Ai e ngriti tendën e bujarisë, shtroi qilimin e bekative dhe thiri përgjigjuni o njerëz, thirrjes Allahut. O nevojtar, e përfundon Samani këtë pasazh, e janë tek unë, nuk kam nevojë për ju, por kam sekrete që dua t'ju pashpëris. Pra sekreti në këtë rast është udhëzimi e vërteta, realiteti e kështu me radhë. Ky lloj udhëzimi, ky moment të kaluar nga jo besimtar në besimtar është në dorë të Allahut xhela xhelaluhu dhe këtij lloj udhëzimi i referohet principi që thotë Allahu udhëzon këtë dëshiroj dhe lën në humbje këtë dëshiroj dhe forma tjetër e udhëzimit dhe e fundit fare është në momenti kur ti hyn në fe, ti ke nevojë për vazhdimin e udhëzimit hyjnor, ti ke nevojë për vazhdimin e taufikut të Allahut xhela xhelaluhu për të qenë në rrugën e drejtë gjithnjë deri në fund të jetës tënde. Dhe ky quhet udhëzimi i përfundimit të veprave ose më saktë udhëzimi i përfundimit të rrugëtimit, që është udhëzimi drejt xhenetit. Allahu xhela xhelaluhu thot surën Yunus, ajeti 9, ata që besuan dhe bën vepra të mira, Zoti i tyre i udhëzon për shkak të besimit të tyre në të arrijë lumej në kopshtet e begatit. Kjo ishte ajo që kisha përgatitur për sonte. Subhanakallahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka la ilaha ghayruka.